Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një shtetas 42 vjeç banues në Shkodër pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një shtetas 36 vjeç banues në Shkodër për veprën penale trafikimi mjeteve motorike pasi automjeti që ai posedonte rezulton i vjedhur në Slovaki. Automjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 48 vjeç pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Procedim penal nisi edhe ndaj një shtetasi 26 vjeç pasi kishte parkuar gabim automjetin e tij në lagjën Vasil Shanto, duke u bërë pengesë për qarkullimin normal të automjeteve të tjera. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë VAUIDES referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 68 vjeç banues në fshatin Stajk pasi ka prerë 79 rrënjë Fidan Ulliri në pronësi të një shtetasi 50 vjeç banues në të njëjtin fshat. Materialet procedurale i referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.